Në Kukës numri I martesave gjatë 11 mujorit të vitit 2025 ka mbetur pothuajse I pandryshuar krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Sipas drejtorit të gjendjes civile Ervin Spaiu, interesi për të kurorzuar lidhjet martesore vijon të mbetet I qëndrueshëm, ndërkohë është vënë re një rritje e martesave të emigrantëve me shtetase të huaja, të cilët zgjedhin Kukësin si vendin ku duan të zhvillojnë ceremoninë pranë familjarëve. Ky fenomen është bërë gjithnjë e më I dukshëm vitet e fundit, teksa shumë të rinj që jetojnë jashtë vendit kthehen për të ruajtur traditën dhe lidhjet me komunitetin. Në krahasim me vitin 2024-2025 është një shifër e përafërt. Martesa janë afërsisht 250 martesa që janë bërë në bashkinë e Kukësit. Kohët e fundit kemi pas martesa të personat bashkisë Kukës që kanë lidhë martesa gjatë kohës emigrimit, kanë njohur, njëkohësisht kanë bërë edhe qelibrimet këtu në bashkinë tonë. Kjo tendencë e qëndrueshmërisë në numrin e martesave është shoqëruar me rikthimin e çifteve nga diaspora, konsiderohet si një tregues I ritmit normal të zhvillimeve demografike lokale, duke mbajtur në ekuilibër lëvizjet e popullsisë dhe traditat familjare që vazhdojnë të jenë të rëndësishme për komunitetin.